Keni fluska në këmbë, ja si t'i trajtoni në kushte shtëpie pa shpenzuar. Fluskat formohen si rezultat i shëtitjeve të gjata dhe të mundimshme, veçanërisht nëse keni veshur këpucë shumë të ngushta dhe pa çorape. Kjo nuk është një sëmundje në vetvete, por thjesht një reagim që trupi bën për të mbrojtur veten nga fërkimi i lëkurës duke formuar në sipërfaqe një bllok plot me lëng. Kjo shkakton dhimbje dhe pare ati. Për të lehtësuar këtë problem, përdorni këto metoda. Gjel aloe vera të pastër me veti antiinflamatore natyrore që ndihmon në lehtësimin e skuqjes dhe të enjtjes, plus është hidratues dhe ndihmon lëkurën të shërohet më shpejt. Pasta e dhëmbëve rregullon shpejt dhe nxjerr dhimbjen jashtë. Vazelina mund të ndihmojë gjithashtu në fluskat e lëkurës. Aplikoni vazelinën mbi fluska dhe vendosni atë përpara se të shkoni për të fjetur deri në mëngjes. Uji i ngrohtë është një metodë e dobishme për të dezinfektuar fluskat dhe për t'i dhënë këmbëve një çlirim të madh.